Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni këmbë të fryra, kjo recetë do ju shpëtoj, nuk ka ngelur njëri pa e provuar. Ëndja e këmbëve dhe kyçeve mund të ndodhë për shkaqe të ndryshme. Një prej tyre është akumulimi i lëngjeve në inde, një problem i cili njihet si edema periferale. Këmbët mund të ënjten dhe si pasojë një problemi me sistemin qarkullues, veshkat ose sistemi limfatik. Njerëzit të cilët qëndrojnë ulur gjatë konsumojnë shumë krip, veshin çorape ose këpucë të ngushta dhe ata të cilët janë mbi peshë janë më të predispozuar që të vuajnë nga ky problem. Për më tepër, përdorimi i disa medikamenteve të caktuara dhe ushqimeve të përpunuara industriale mund të shkaktojë ose të përkeqësojë këtë edem të këmbëve. Kura e njohur bimore kundër rënjtjes së këmbëve. Në këtë video ju do të mësoni se si të përdorni majdanozin për të kuruar problemin e këmbëve të ënjtura. Majdanozi është përdorur prej shekuj kundër problemeve të tilla për shkak të efektit të jashtëzakonshëm shkarkues që ka. Majdanozi është shumë i pasur edhe me vitaminën A, B, C dhe K. Ai gjithashtu përmban minerale si hekuri dhe kaliumi. Gjithashtu majdanozi luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e efekteve të dëmshme të diabetit në mëlçi. Ai ul gjithashtu rrezikun e sëmundjeve të këqija, mbron enët tuaja të gjakut nga inflamacioni dhe forcon sistemin tuaj imunitar. Ai ndihmon në ekuilibrimin e nivelit të sheqerit në gjak dhe në mirëmbajtjen e peshës. Kjo bimë e shkëlqyer gjithashtu mbron veshkat dhe ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak në mënyrë që ato të kryejnë funksionet e tyre. Fal majdanozit, akumulimi i lëngjeve do të jetë i kufizuar në kohë, duke parandaluar kështu ëndjen e këmbëve. Si të përdorni majdanozin kundër rënjtjes së këmbëve? Ekspertët këshillojnë që ju të zgjeni një filxhan ujë dhe ta hidhni të nxehtë në filxhan. Më pas shtoni një tufë majdanoz të grirë holl dhe lëreni në ujë për të paktën 5 deri në 7 minuta. Më pas kullojeni lëngun edhe pijeni. Ekspertët sugjerojnë që ju të pini 3 deri në 4 gota me çaj majdanozi në ditë në rastet kur ju keni probleme me ëndjen e këmbëve dhe të nesërmen ju do të vëreni menjëherë për mirësimin e duhur. Shumë herë ne i ndjejmë këmbët aq të rënda dhe të ënjtura sa e kemi të vështirë që të ecim qoftë edhe 2 hapa. Arsyet mund të jenë nga më të ndryshmet: qëndrimi i zgjatur në këmbë, mbi pesha, dobësimi i venave, sëmundja e sheqerit e të tjerë. Por më së shumti tani në verë është vapa. Ka disa mënyra natyrale me kosto pothuajse zero, të cilat do ju ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes. Ajo quhet bima e mentes, e cila shquhet për vetitë qetësuese dhe freskuese që ajo ka. Ndërkohë, ju duhet të përdorni recetën me mente. Në një gjysmë litër ujë ju duhet që të shtoni 2 lugë gjelle mente të tharë dhe më pas vëreni që të zjejë për të paktën 20 minuta. Pastaj hiqeni nga zjarri, lëreni të ftohet dhe kullojeni. Në vazhdim ruajeni lëngun e mbledhur për 1 javë në frigorifer. Më pas aplikojeni atë në këmbë kur i ndjeni të ënjtura dhe njëkohësisht të lodhura. Receta me dafin. Merrni disa gjethe dafine dhe një enë me ujë. Mbushni një enë me ujë dhe hidhni në të gjethet e dafinës. Vendosni ato në zjarr të vlojnë për 20 minuta. Më pas, largojeni nga zjarri, lëreni që të ftohet pak dhe zhysni këmbët në të. Mbajini për 20 minuta, më pas vishni një palë çorape në mënyrë që të mbani të njëjtën temperaturë dhe për pak kohë. Bëni të njëjtën gjë çdo ditë dhe nuk do të ndjeni probleme me këmbët tuaja.
Mjekët rekomandojnë që ju ta ndiqni këtë procedurë për të paktën 1 javë çdo 6 muaj. Në rast se keni ëndje serioze të këmbëve, ju thjesht mund të përgatisni një dush me gjethe dafine në mëngjes dhe në mbrëmje. Për të hequr qafe djersitjen e këmbëve, bëni një dush para se të flini dhe hidhni një ze deri në 40 gjethe dafine. Ndërkohë, nuk ka një kur të caktuar për kyçet që dhëmbin apo kanë vështirësi në funksionimin e tyre të përditshëm. Po ashtu nuk ka edhe një shkak të vetëm, por ka një mori arsyesh të cilat çojnë në këto vështirësi që prekin trupin. Një nga dhimbjet më penalizuese dhe të bezdishme në jetën e përditshme është ajo e dhimbjes së këmbëve, nyjeve dhe kyçeve të tyre. Si rregull, gjatë ditëve të nxehta të verës, këmbët tona fryhen. Nëse ju ndjeni se ju fryhen këmbët sapo afrohet stina e nxehtë e verës, duhet të dini që nuk jeni të vetmit. Kjo është një simptom shumë e përhapur dhe kryesisht tek gratë dhe vajzat. Fryrja e këmbëve dhe e duarve shkaktohet nga një mori arsyesh shëndetësore, por edhe nga faktorë të tjerë të jashtëm të cilët ndikojnë trupin. Ndjesia e gjymtyrëve të rënda, të cilat duken sikur do të marrin flak nga momenti në moment, nuk është as pak e pëlqyeshme. Kjo gjendje mund të kthehet në një bezdi dhe në një pengesë në përditshmëri, duke ju bërë ju që të ndiheni të lodhur vazhdimisht. Ka disa arsye se pse temperaturat ekstreme i ndikojnë kaq shumë këmbët dhe fryrjen pa pushim të tyre. Në këtë video ne do t'ju tregojmë se pse ky problem ndodh dhe si mund ta evitoni. Si ndikojnë temperaturat e nxehta? Rritja e temperaturave dhe ardhja e stinës së verës do të thotë këpucë më të lehta me kyçe dhe këmbë më të zbuluara. Por në fakt ndodh që këmbët të përjetojnë fryrje, ndonse për shumë njerëz kjo periudhë është shumë e pëlqyeshme. Pikërisht për këtë fakt, ekspozimi ndaj nxehtësisë mund të jetë shkaku i rëndesës së trupit tuaj. Ky fenomen nuk është gjë tjetër veç se një reagim normal i trupit, përveç rastet kur nuk vuani nga sëmundje të tjera. Kur trupi juaj ndjen shumë nxehtësi për periudha të gjata, venat zgjerohen dhe duke i lejuar lëngjet që të kalojnë në sasi të mëdha. Zgjerimi i këtyre venave gjithashtu ndodh edhe si pasojë e një procesi natyral ku organizmi kërkon të rregullojë temperaturën e brendshme të tij. Për shkak të gravitetit, gjaku i cili rrjedh dhe shkon me shumicë në zonën e këmbëve, gjithashtu do të ndikojë që këmbët tuaja të jenë të rënduara. Ndërkohë, duke u kthyer në një problem të përhershëm, dhe ku këmbët përveç se të rënduara, duhet të dini se zemra juaj nuk furnizohet mjaftueshëm me gjatë. Pra, ky reagim për t'u vetë ftohur çon në fryrje dhe rëndesë të këmbëve për shkak të gjakut i cili mblidhet në fund të tyre. Mirë, po çfarë përkeqëson fryrjen e këmbëve? Kyçet e këmbët e fryra mund të shkaktohen ose të përkeqësohen nga një numër i madh arsyesh. Ndër më të rëndësishme që duhet të evitoni është kripa. Kripa e tepërt në ushqime dhe njëkohësisht konsumi i saj i përditshëm bën që trupi juaj të akumulojë lëngje dhe ujëra të tepërta. Qëndrimi për një kohë të gjatë ulur apo në këmbë mund të mbledhë gjithashtu të gjitha lëngjet e trupit. Për shkak të forcës së gravitetit, qëndrimi në një pozicion mund t'i mbledhë ato vetëm në një pikë, pra në këmbë, duke shkaktuar fryrje. Mosha është diçka që ju nuk mund ta evitoni, por teksa ajo kalon mundohuni që të tregoni kujdes me stilin e jetesës. Arsyet se pse ky problem shtohet me kalimin e viteve lidhet me nivelin e paktë të gjakut që zemra juaj pompon. Mirë, po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona
që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.